Le të shohim fjalën e Perëndisë të shkruar te Korintasve të parë, kapitulli 9, vargu 25. Një ditë do të hymë në mbretërinë e përjetshme të qiellit. Bibla na mëson se kur porta e qiellit hapet dhe ne marshojmë drejt qiellit, do të marrim shumë lavdi. Ndër fjalët e dhëna këtu, thuhet: dhe kushto që merr pjesë në garë kontrollon veten në të gjitha, dhe ata e bëjnë këtë për të marrë një kuror që prishet, kurse ne për një kuror që nuk prishet. Ekzistojnë dy lloje kurorash, ajo që prishet dhe ajo që nuk prishet, që është e përjetshme. Për këtë arsye është shkruar se duhet të punojmë shumë për të marrë kurorën që zgjat përgjithmonë. Ne duhet ta mbrojmë këtë kuror të paprishshme. Le të shohim vargun e 26. Unë, pra, vrapoj, por jo sikur jam i pasigurt, kështu luftoj, por jo sikur rrah erën. Në vend që të jetojmë thjesht si duam, duhet të mendojmë: si mund ta mbroj kurorën time të përjetshme të jetës? Çfarë duhet të bëj? Si mund t'i jap lavdi Perëndisë? Si mund ta ndriçoj lavdinë e emrit të Perëndisë në Samari dhe deri në skajet e tokës? Në këtë mënyrë duhet të mendojmë se si ta kënaqim Perëndin me veprimet tona. Sa e kot është të vraposh pa qëllim ose të rrahësh ajrin. Mbrojtja e diçkaje pa e ditur qëllimin është e kot. Së pari duhet të dimë dhe të kuptojmë se çfarë duhet të mbrojmë. Pra, këtu thuhet: unë, pra, vrapoj, por jo sikur jam i pasigurt, kështu luftoj, por jo sikur rrah erën. Duhet të mbroj jetën e përjetshme dhe mbretërinë e qiellit. Duhet t'i besoj premtimit të Perëndisë për të më dhënë mbretërinë qiellore. Duhet të ruaj besimin tim, duhet të mbroj të vërtetën. Ky është thelbi që duhet të përpiqemi të mbrojmë. Kësaj duhet t'i përkushtohemi. Nuk duhet të fiksohemi kur pas guaskës ose të mashtrohemi prej saj dhe të humbasim thelbin. Faleminderit shumë.